kryeministri Edi Rama dhe kryeministri Kurti ishin në forumin e internacionales socialiste në Barcelonë, të ftuar nga Pedro Sanchez, kryeministri i Spanjës, një figurë politike kjo që ka ngritur një rënd tepër miqësor me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe administratën Trump. Cilin mesazh e quan Kurti dhe Rama duke shkuar në këtë summit për sa kohë që Kosova, Shqipëria janë vendet e vetme bashkë me Hungarinë natyrisht, pjesë e bordit të paqes. Unë nuk isha shkuar janë edhe të kryeministit Rama, kryeministit Kurti si gabim. Unë jam më i fokusuar po përmbajtjen edhe mesazhin që del nga përmbajtja e atij summiti, sepse summiti ka qenë partive ose internacionale socialiste dhe si tillë, ata janë të deklaruar antar apo vëzhgues dhe si tillë edhe e majta duhet ta udhëheq botën. Po pra. Jo të lihet vendi së djathtas. Edhe për Zoti Rama e glorifik, edhe më shumë se kaq. Zoti Rama e glorifikoi Pedro Sanchez. Edhe më edhe më shumë se vetëm formulimi që e majta duhet ta udhëheq botën, po është formulimi që marrëdhënia ndërkombëtare, rendi botëror është shumë serioz për me alon të djallëve. Dhe thelbi pa hyrë tash në diskutimet ideologjike të majta të djathta, thelbi i këtë kësaj që kemi pa sidomos prej luftës së dytë botërore, prej përfundimit të luftës së dytë botërore dhe sot, është vetëm e djathta. Ka qenë ajo që e ka zhvillu edhe rendin botëror, edhe organizatat rajonale e ndërkombëtare, edhe ka arrit me vendos momente të paqes në përbot. Dhe si e tillë, absolutisht mendoj që është mesazh i gabuar në kohë të gabuar dhe me përbajtje të gabuar. Ka dhe të tillë që gajlohen në Kosovë, bën merak për rendin ndërkombëtar, por atë do duhej realisht në këtë arkitekturë të cënueshme, po them të sigurisë nga fqiu ynë verior me mbështetjen ruse direkt, që ne të gajlohemi më shumë se si të ndërtojmë këto aleanca, t'i konsolidojmë dhe t'i forcojmë ato, sidomos kur kem parasysh që janë miqt, janë shqiptar në aty, janë këtu, po ndihmojnë edhe aktualisht sa e bëjmë këtë emision, janë duke qëndruar tash e 27 vite në institucionet e ndjeshme të sigurisë, duke këshilluar çdo ditë hapas hapi se si të ndërmerret çdo hap, për të synuar një sukses të qëndrueshëm politik dhe jo vetëm politik të Kosovës. Ndoshta tingëlloj arrogant, po do me thënë. Kur një lider i Kosovës në këtë rast kryeministri flet për majtën djathtën kush e udhëheq botën, është e barazvleshme me atë pyetjen edhe mos bindjen atij negjit Kosovës që i shkruan NASA-s, edhe i thotë që ju nuk keni shku në Han. Pra, është e barazvleshme, që ka që fuqia. Si ai negji që u bo viral, që i ka shkru NASA-s për shkuar në Han, po ashtu një lider i Kosovës i cili flet për udhëheqjen e marrëdhënieve ndërkombëtare në botë. Ka që roli jonë. Si ky kryeminist, si negji, njëjtin efekt e kanë këto tema. Pra, sa mundet negji, sa mundet negji me vendos për NASA e për të vërtetën e shkuarjes në Han, çfarë mundet me vendos një lider cili do i Kosovës për rendin botëror e marrëdhënieve ndërkombëtare, e sigurinë globale, e të tjera. Dhe si e tillë, kjo situatë jo vetë që është çesharake, po është e habitshme edhe për të saj. Për ju ka pikë pyetje. Absolutisht. Se si po demonstron leadership zoti Kurti. Absolutisht. Një lider, pra po them cili do është, këtë rast zoti Kurti, i cili pretendon që Kosova jonë e vogël në mbrojtje të NATO-s, respektive Shtetet Bashkuara të Amerikës, me kriza papame, tashe ma shumë se 2 vjet. Po i përcaktoi ka se cilat janë vijat botërore, marrëdhënieve ndërkombëtare, cilat janë ideologjitë universale
apo të selektume, mendoj që është përtesësa qesharake, edhe mendoj që është një simptom serioze në smundje ideologjike, e cila nuk mund tjetë për ndonjë teorician. Pra nëse një teorician, ne kemi, për shembull, është Zhezheku teorician të majtë e tillë i cili është i njohur në përbot, po i cili nuk udhëhej Sloveninë, dhe nuk ka vendimmarrje në Sloveni, e nuk ka vendimmarrje në strukturat e sigurisë, e në shtetin e në tërësi. Teoricianëve edhe i falet, edhe i kuptohet, nuk i falet, se s'ka nevojë me i falet. Edhe i kuptohet, edhe mund merren seriozisht. Po liderët të shteteve dallojnë prej teoricianëve, opinionistëve, analistëve e të tjerëve. Vendet edhe këtë pyetje po bëj se po rri shumë këtë temë, meqense se besoj është e ndjeshme dhe e rëndësishme për Kosovën në këtë harko. Dy kryeministra vendosin për të quar ushtritë e tyre në kuadër një misioni të rëndësishëm për herë të parë për të garantuar paqen në Gaza, në lindje të mesme. Dhe në anën tjetër shkojnë takojnë një lider, flasin me po atë lider, kryeministrin e Spanjës, Sanchez, që është i ashpër dhe krykput anti-amerikan në pikpamjet e tij për rendim botror. Si shpjegohet kjo për ju, si njës i sigurisë? Është edhe e çuditshme, po edhe ja vlen me po. Edhe kryeministri Rama, edhe kryeministri Kurti, pothuajse në unison ose mendime të ngjashme ose të njëjta në raporte me qëndrimet e Sanchezit, me raportet e tjera. Po të njëjtën kohë, të dy këta, e që kanë bërë mirë, edhe kryeministri Rama, edhe kryeministri Kurti, e kanë shpallur Gardën Revolucionare të Tiranës si organizatë terroriste në territorit të shtetit. Pra, veprimi, ky veprim konkret, është krejtësisht në përputhje me politikën e jashtme të presidentit Trump. Qëndrimi është krejtësisht në shpërputhje, në të kundërt. Dhe cili janë mesazhet që jepet, cili mesazh lexohet. A është ky veprim për shpallja e Gardës Revolucionare të Tiranës si organizatë terroriste, a ishte e vullnetshme? A ishte nën presion? A ishte me bindje dhe me analizë strategjike të shtetit? E unë besoj që kjo do të ishte, pra me në analizë strategjike të shtetit, institucionet e sigurisë Kosovës, në bashkëpunim me ato amerikane. Por qëndrimi politik nuk po përputhet pastaj me këtë veprim konkret. Bilanci s'po del ashtu. Dhe në mesazh e tillë, pra kur qëndrimi politik o krejt tjetër, veprimi specifik është krejt tjetër, tregon një jo qëndrueshmëri të partneritetit. Pra, është sikur ju të më thoni, burem, e janë në mision, po mos fal. Ose, e janë në mision, po këto nuk ban me thonë. Unë i thamë mendimet e mia. Natyrisht. Tash e thjeshtova, e banalizova ndoshta si krasjen, por nuk mundesh edhe ta shpallësh Gardën Revolucionare të Tiranës, organizatë terroriste, e që është vendimi i drejtë, edhe qëndrimet politike totalisht të kundërta me veprimin tënd. Pra këtu ka një mos përputhje.